Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani mjalt çdo mëngjes për një javë, nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit tuaj. Ajo çfarë hani, si të zgjoheni nga gjumi, është teje e rëndësishme për organizmin tuaj gjatë ditës. Niseni ditën mbar dhe shëndetshëm me një lugë mjalt në mëngjes. Mjekësia popullore dhe gjithashtu mjaft studime të ndryshme vlerësojnë se nisja e ditës duke konsumuar një lugë të vogël me mjalt është pikërisht mënyra ideale për t'i dhënë fuqi dhe energji organizmit për gjatë të gjithë ditës. Mjalti ka një përdorim tepër të gjerë dhe jo vetëm si ëmbëlsues, madje përpara shpikjes së antibiotikëve, ai përdoret gjerësisht për të trajtuar plagët apo djegjet e lëkurës. Gjithashtu është përdorur edhe për të zbutur kollën tuaj dhe njëkohësisht si mask lëkure. Mjalti përmban sasi të vogla proteine, folati, vitaminë C dhe vitamina të tjera tepër të rëndësishme. Vlerat më domethënëse të mjaltit vijnë pikërisht nga mineralet që ai përmban. Nga ana tjetër, mjalti është një ushqim antibiotik më së i shëndetshëm që mund ta konsumoni në mëngjeset tuaja dhe përveç se është shumë i shëndetshëm dhe shumë i shijshëm, është edhe i kombinueshëm për një mëngjes perfekt. Një lugë mjalt përmban 64 kalori, nuk ka përmbajtje të kolesterolit, yndyrës dhe të sebumit. Nga ana tjetër, përdorimi i mjaltit në vazhdimsi do t'ju sjellë shumë të mira shëndetësore. Këto janë disa prej tyre. Ndihmon në paksimin e reaksioneve alergjike, pasi ka një përmbajtje tepër të lartë të polenit dhe gjithashtu lufton kundër anemisë. Qetëson kollitjen dhe prandaj ju mundet që ta konsumoni atë gjatë stinëve të ftohta, griprave dhe ftohjeve. Ndihmon në mënyrë natyrale që ju të flini më mirë. Konsumimi i mjaltit gjithashtu rrit edhe nivelet e serotoninës dhe të insulinës, ndërsa trupi sistematikisht i konverton në melatonin dhe kjo gjithashtu ndihmon që ju të keni një gjumë tepër të rregullt. Konsiderohet edhe si një antibiotik natyral. Me të ju mund të mjekoni të djegurat dhe gjithashtu ka një përmbajtje antibakteriale. Ka një përmbajtje tepër të madhe të antioksidantëve dhe të kalciumit, prandaj ndikon gjithashtu edhe në përmirësimin e memorjes. Stimulon gjithashtu edhe apetitin, lufton temperaturën ndërsa konsiderohet si një shërues natyral për lëkurën. Ne gjithmonë jemi duke u përpjekur për të gjetur produktin e përsosur që mund të bëhet pilula magjike për një trup tepër të shëndetshëm dhe njëkohësisht të bukur. Ne këtu do t'ju bëjmë me dije se ky produkt më në fund është gjetur dhe bëhet pikërisht fjalë për mjaltin e zakonshëm. Ne në këtë video do t'ju tregojmë se kush janë përfitimet që merr trupi juaj nëse hani një lugë mjalt në mëngjes. Pastron fytyrën. Sipas ekspertëve, mjalti është një antioksidant tepër i shkëlqyeshëm që do të thotë se konsumimi i tij i rregullt do të pastrojë trupin tuaj nga të gjitha toksinat e ndryshme. Përveç kësaj, vetitë e tij antibakteriale do të përmirësojnë ndjeshëm edhe lëkurën tuaj. Largon peshën e tepërt nga trupi. Sipas ekspertëve, në qoftë se jeni duke u përpjekur për të rënë në peshë, mjekët rekomandojnë që ju të hiqni dorë nga të gjitha ëmbëlsirat, sigurisht përveç mjaltit. Mjalti rrit metabolizmin tuaj dhe është thelbësor për humbjen e peshës, ul nivelin e kolesterolit. Mjalti, sipas ekspertëve, nuk ka fare kolesterol. Përkundrazi, përbërësit e tij do të kontribojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe gjithashtu janë tepër të dobishme. Për sa i përket vetive të tij shëruese, pasi mundet që të reduktojë
nivelin e kolesterolit të tepërt falë përbërjeve të tij antioksiduese. E bën në zemrën më të fortë. Hulumtimet gjithashtu kanë treguar se antioksidantët të cilët gjenden pikërisht në mjalt munden që të parandalojnë ngushtimin e arterjeve në varësi të vendit të ndodhjes. Ngushtimi mundet gjithashtu që të çojë në shumë probleme shëndetësore dhe në ngushtim dhe në dështim të zemrës, përkeqësim të kujtesës ose dhimbje koke. Pirja e një gote ujë me disa lugë mjalt do të jetë mos e mjaftueshme për ta parandaluar atë. Përmirëson memorien. Hulumtime të tjera demonstrojnë aftësinë e mjaltit për të luftuar stresin, për të rivendosur sistemin mbrojtës antioksidant qelizor dhe si pasojë për të përmirësuar memorien tuaj. Sipas ekspertëve, përveç kësaj kalciumi i cili gjendet tek mjalti, tretet lehtësisht nga truri i cili ka një efekt tepër të dobishëm në funksionimin e tij. Gjumë i shëndetshëm. Sheqeri i cili gjendet pikërisht tek mjalti rrit nivelin e insulinës në gjak, e cila më pas çliron nivelin e serotoninës. Serotonina transformohet mëtej në melatonin, një hormon i cili nxit pikërisht një gjumë cilësor. Stomak më i shëndetshëm. Mjalti është një antiseptik shumë i fortë, prandaj rekomandohet që ta hani një lugë mjalt me stomakun bosh. Ky ritual i thjeshtë ndihmon gjithashtu edhe për të parandaluar sëmundje të ndryshme të cilat lidhen me aparatin tuaj tretës. Përveç kësaj, ndërsa kalon nëpër stomak, mjalti shkatërron të gjitha mikrobet dhe shëron njëkohësisht plagët e vogla në mukozë, liron tensionin. Kjo mund të tingëllojë e çuditshme, por është një fakt i vërtetë. Mjalti ndihmon në qetësimin e nervave dhe në lehtësimin e lodhjes. Glukoza, e cila gjendet pikërisht tek mjalti, është thelbësore për punën e neuroneve. Thithet shpejt në gjak dhe kjo gjë më pas çon në relaksim dhe në lehtësim të çrregullimeve psikologjike. Përmirëson kujtesën. Studime të tjera kanë treguar aftësinë e mjaltit për të luftuar stresin dhe për të përmirësuar kujtesën. Përveç kësaj, kalciumi i cili gjendet pikërisht tek mjalti përthithet lehtësisht nga truri, gjë që ka një efekt tepër të dobishëm në mirë funksionimin e tij. Përmirëson cilësinë e gjumit. Sheqeri në mjalt rrit nivelin e insulinës në gjak, e cila më pas çliron serotoninën. Kjo shndërrohet mëtej në melatonin, një hormon që promovon gjumë cilësor. Ka një efekt pozitiv në traktin tuaj tretës. Mjalti është një antiseptik, prandaj rekomandohet që të merrni një lugë mjalt para mëngjesit. Ky zakon i thjesht ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme të cilat lidhen me aparatin tretës. Përveç kësaj, mjalti shkatërron të gjitha mikrobet dhe shëron plagët e vogla në mukozën e stomakut. Nxit relaksimin. Mjalti ndihmon gjithashtu edhe në uljen e niveleve të stresit dhe largon në lodhjen. Glukoza që përmban mjalti është e nevojshme për punën e neuroneve. Ajo përthithet shpejt në gjak, gjë që nxit relaksimin dhe gjithashtu zbutjen e çrregullimeve psikologjike. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.